Jemi rikthyer nderuar të shikues tani, korat vështira në për të gjitha gjërat, që thot një shkret më parë, jemi në pjesën e dytë. Në këtë pjesë të emisionit do të flasim për disa ngjarje të kronikës dhe aktualitetit. Do të jemi sa më koncis, si thash edhe për pjesën e parë. Përpiqemi, zonja Lala, gazetare, me njohur, faleminderit shumë bashkë me zonjën Zama. Respekte shumë, sot Çekol Bregu dhe Xhevair Zabina, faleminderit. Së gjë. Tani, tenderi Porto Romanos u anullua. Pse vado, Ola, si kuptohet kjo? Se deri tani ishte shumë fort kjo punë e tenderit. Njëri ja spjegon popullatës ç'është tenderi Porto Romanos, se mos e ngatrojnë me portin e Durrësit. Se edhe unë e ngatrova njëherë, se ngatrova nga që janë afër gjërat, Porto Romano, Porto Durrësit. Po, ka dhe një port tregtar. Porti tregtar e gjitha dhe nga që bën shumë kështu, ngatron. Kur ngatroj unë, llogaritë e tij popullata sa mund të ngatroj. Atëherë, për herë të parë, projekti i Porto Romanos, që është një port i ri tregtar që zvendëson, pra dublon funksionet që ka porti i Durrësit aktual, ka nisur që të diskutohet në vitin 2019 dhe vitin 2020, kur qeveria shqiptare nisi negociatat me zotin Muhamet Alabar për të nisur projektin e ndërtimit të një marine turistike dhe rezidencave të banimit dhe hoteleve në portin aktual të Durrësit. Marrëveshje e cila u konkretizua nga Kuvendi Shqiptar në vitin 2022 dhe në janar të vitit 2023 u themelua dhe një kompani e përbashkët me shtetit shqiptar dhe palës Eagle Hills Real Estate, që është pala përfaqësuese e biznesmenit të Emirateve të Bashkuara Arabe, zotit Muhamet Alabar, ku nisi dhe zbatimin projektit i marinës turistike Durrës Yacht Marina për të ndërtuar disa pallate. Që në këtë vit, qeveria shqiptare shpalli planin e saj për të ndërtuar një port të ri tregtar në zonën e Porto Romanos, i cili do t'ishte ura lidhëse e koridorit të 8, pasi do të lidhej me Hekurudhën, me rrugën e re që po ndërtohet dhe me zgjerimin që po ndodh në Elbasan Qafthan, për të plotësuar të gjithë infrastrukturën për koridorin e 8. Ka patur shumë kundërshti nga ekspertët, nëse duhet të jetë apo jo porti i ri tregtar në atë zonë, nëse për shkak sepse porti aktual i Durrësit ka një gjë natyral, gjiri është më i madh se sa në metra linear se sa është ai i Porto Romanos, por po ashtu edhe sa i takon gjerësisë. Bëhet fjalë për 38 hektar për fazën e parë të Porto Romanos, ndërkohë që kemi 80 hektar në portin aktual të Durrësit, por edhe sasisë kapaciteteve përpunuese që ka një port, dhe kjo është pika kryesore që të bën konkurrent me rajonin, dhe ne patjetër që konkurrojmë me portet e Greqisë, që është Pireu më i madh dhe Selaniku i dytë. U kontraktua një kompani holandeze, Royal Haskoning, për të zhvilluar... Jo, domethënë, u anullua ky, sa do të kushtonte? Në vitin 2023 nisi projekti për projekti teknik. Projekti teknik, po. Në vitin 2022 dëgjojmë disa deklarata si nga Ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë, si nga Kryeministri Edi Rama, që tha që porti i ri në Porto Romano do jetë bazë strategjike e NATO-s dhe ka shprehur interes NATO për të ndërtuar atje. Në fakt nuk u pa asnjëherë që Aleanca të tregonte interes në investimin apo në financimin e këtij porti. Më pas u bë një takim me kompaninë ndërkombëtare, të cilat do ta zhvillonin portin me koncesion. Pra do të ishin ato që do të financonin parat, rreth 400 milion euro që kushton ndërtimi i këtij porti vetëm për fazën e parë, sepse për fazën e dytë projekti i detajuar teknik i kompanisë Royal Haskoning nuk është bërë publik, po flitet që mund të ka vlerën 1 miliard euro në total. Dhe sërish asnjë nga këto kompani nuk arriti që të shfaqë interes për... Pra kompanitë kanë qenë, kompanitë që u interesuan, janë skualifikuar, kompanitë janë skualifikuar, cilat janë? Po tregoj historikun, dhe në fund pasi asnjë kompani nuk shfaqi interes që ta bëjë me paratë e saj, pra që të merrte operimin në këmbim të bënte punimet me paratë dhe me financim të saj, qeveria vendosi që të ndërhyjë në buxhet me një akt normativ, kaloi fondin 390 milion euro për ndërtimin e portit të Durrësit.
Tenderi është hapur në korrik të vitit 2024, procedura e parë është anulluar, sepse nuk ka patur, edhe pse kishte interes nga kompanit, vetëm njëra prej tyre kishte arritur që të paguante garancin, është rihapur edhe njëherë tenderi dhe kanë marrë pjesë 5 kompani, nëse mund t'i them, është China Communication Francezët, holandezët. Construction Company, është një kompani shumë e madhe me të ardhura vjetore 110 miliard euro në vit, por mbase kjo është skualifikuar sepse komisioni ka parë kompani nga ishte kjo? Geopolitike. Kineze. Sigurisht që do të skualifikoje, po? Po. Pastaj kishim Kompania franceze? Një konsorcium belgo-francez, Jean Denul de Vinci, Jean Denul me të ardhura vjetore 4 miliard euro, Vinci me të ardhura vjetore 14 miliard euro, sepse nuk arriti që të sjell punimet që kishte kryer tek një projekt që kishte zbatuar në Francë, projekti është në vlera miliarda euro, si pas konsorciumit që kishte qënë. Kompania Vinci kishte qënë udhëheqëse në këtë konsorcium, por duhe me detajimet cilat ishin punimet konkrete që kishin kryer që janë rregullat e prokurimit publik shqiptar. Ndërkohë që në Francë nuk janë kështu. Kompania tjetër holandeze? Kompania e ankimoi në Komisionin e Prokurimit Publik. Komisioni i Prokurimit Publik i tha që të ta marrë në shurtim ankesën duhet paguash 2 milion euro tarif. Dhe Ilana tha 3 ditë, për 3 ditë nuk arriti dot, sepse është një kompani, vetëm të bësh transfertën bankare. Jo, në fakt vlera ishte shumë e lartë, por në fund fare u tha që të paguaj 2 milion, megjithatë në... Jo, 0,5% e fondit limit, 400 herë 0,5 milion është. Tjetër, po, nese, te letrat është me lartë, po nise si është teknikalitet. Pra, kemi, kaq kompani kishim? Po, jo, kishim edhe një tjetër kompani holandeze, edhe ajo u skualifikua dhe në garë ngeli vetëm Vanord, një holandeze tjetër, dhe Arkirodon, që është një kompani me bazë në Qipro, deg pra filiali kompanisë Arkirodon në Greqi. Këto të dyja kaluan në fazën që mund të jepnin ofertën financiare, se tenderi u bë me procedurë emergjente dhe procedura emergjente parashikon që të ketë 2 faza, pra tenderi i kufizuar ishte. Dhe kompania Vanord, që është kompania holandeze, ju kërkuar që të bënte ekuivalentimin e licencave në kohë, për t'i dorëzuar pranë autoritetit kontraktor që më pas të vazhdonte me dhënien e ofertës financiare. Ajo, bashkë me tjetërin konkurent që kishte mbetur në garë Arkirodonin, nuk arriti dot që të bënte në kohë ekuivalentimin, madje ka patur të themi edhe ankesa. Kompania i ka dërguar një letër kryeministrit, i ka dërguar letër ambasadës së Mbretërisë Hollandës në Shqipëri. Ambasada e Mbretërisë Hollandës pashtu është interesuar pranë autoritetit portual në Durrës, që përse krijoni një skualifikim të padrejtë të kompanive që kanë marrë pjesë në tenderin për ndërtimin e Porto Romanos, dhe si përfundim edhe pas tyre tentativave kompania skualifikohet dhe në garë mbeti vetëm firma Arkirodon, që është një kompani, si që thash, e regjistruar në Qipro, që është shtet offshore, por degek Arkirodonit. Çfarë u fol? U fol që nuk mund të tenderi nuk ka konkurrencë, përsa ko le vetëm një kompani që t'jap ofertën financiare. Jemi qartë këtu, po tani ky tender nuk ka mbaruar. Ndërkohë, SPAK ka sekuestruar dosjen e tenderit. Pse? Atëherë, zoti Rakipi, kompania Arkirodon, e cila mbeti e vetme në garë në gjithë këto procedurë tenderimi që nisin vitin 2024, si pas marrëveshjes do duhet të paraqiste ofertën financiare në datën 9 mars. Duke qenë se nuk e paraqiti këtë ofertë financiare, kjo kompani ju drejtua autoritetit portual si autoritet kontraktor me një shkresë dhe pretendoi se në fakt nuk mund të ndërtonte të portin e ri të integruar tregtar në Porto Romano me një vlerë prej 400 milion euro, që ishte financimi i buxhetit të shtetit. Për këtë arsye, tenderi ra, pra nuk u përfundua procedura dhe normalisht gjithçka kthehet në pikën zero. Kemi 2 momente që duhen theksuar. E para, kjo tërheqje e kompanisë vjen pas një shqetësimi të ngritur nga Dhoma Amerikane e Tregtisë, që i dërgoi një letër të hapur kryeministit të vendit dhe pretendonte që po cënoheshin interesat gjeostrategjik, po cënohej në një farë mënyrë ndërtimi i korridorit 8, që është një
një investim strategjik dhe që po ashtu vlen për gjithë rajonin. Pretendohej që porti ishte shumë i vogël në raport me ato çfarë do duhet kishte një vend antar i NATO-s dhe kishte një sër pastaj pikpyetjesh dhe problematika tjera që ngriti dhoma amerikane e tregtisë. Dhe menjëherë pas kësaj letre të bërë publike, u tërhoq edhe kompania Arkirodon dhe tashmë gjithçka është kthyer në pikën zero. Problematika e dy që hasim në rastin konkret, Ola e përmendi pak më herët, ka qenë një kompani projektimi e cila ka marrë nga buxheti i shtetit mbi 18 milion euro për projektimin. Pra, me gjithë të vështërën e tjera shkon të rreth 18 milion euro. Çka do të thotë që edhe pse jemi në pikën zero, nuk ka porte të tjera me radhë, nuk ka, do të thonë, edhe ca para janë marrë buxhetit shtetit dhe taksa paguesve shqiptar. Në lidhje me pyetjen tuaj, përse prokuroria e posaçme ka sekuestruar ose ka kthyer dokumentat që kanë të bëjnë me këtë tender, sepse kompania Van Oord, që është një kompani holandeze, i është të drejtuar me një kallëzim penal prokurorisë së posaçme dhe ka pretenduar, ose më saktë në vija të përgjithshme pretendon që gara mund të ishte e paracaktuar, sepse asaj është kërkuar të bëj ekuivalentimin e punëve ose të licencave. Kompania në fjalë ka kërkuar kohën e nevojshme për ta bërë një gjë të tillë, autoriteti portual nuk ja ka dhënë mundësinë që ajo të vijojë me procedurat, pra nuk i ka lënë kohën në dispozicion dhe përrjedhoi për teknikalitete të cilat janë të parëndësishme në pamje të parë, pavarësisht se kompania kishte kryer punë të ngjashme shumë të rëndësishme në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian, përfundimisht e ka skualifikuar nga gara dhe për këtë arsye ka ngritur pretendime që kjo garë ishte e paracaktuar dhe ka kërkuar hetimin e procedurës. Dhe në fakt, marrja dokumentave nga ana e prokurorisë posaçme, që po heton në lidhje me shkeljet barazisë në tendera, në lidhje me këtë rast, doli në dritë pas një fjalie që tha kryeministri i vendit në një nga mbledhjet me grupin parlamentar të Partisë Socialiste, ku ndër të tjera kryeministri deklaroi që prokuroria posaçme kishte shkuar deri aty sapo sekuestronte dokumenta të tendrave të cilët ishin të papërfunduar. Dhe në fakt pas një verifikimi që unë kam kryer pikërisht pas fjalimit që mbajti kryeministri, më është konfirmuar edhe nga prokuroria, por edhe nga burime pranë autoritetit portual se ishte bërë sekuestrimi dokumentave në kuadër të këtij hetimi që po kryhet. Fakti që kjo gjë, pra kjo procedurë nuk është përfunduar, unë nuk e di sa do të ecë hetimi prokurorisë. Se nuk është përfunduar, gjithçka është përfunduar dhe si sekuestrohet. Me që ndrynë ambasadat, se shiko, se kryt bërë një vend aq pilaf. Jo, një sekond. Edhe në tentativë. Jo, të lutem, edhe në tentativë. Jo, të mbaroj pyetjen. Po tani më lini ta drejtoj. Kallëzimi është bërë përpara. Shiko. Po, dakor. Tu me që ndrynë ambasadat, këtu mund të bëhet çfarë duhesh, po ndrynë ambasadat. Po s'ka lidhje do me thënë, shkojnë ankojnë këta që vinë për të marrë tenderin, nuk e marrin, ankojnë të ambasadat, dhe tani s'paku nuk ndryka dot, me që ndrynë ambasadat. Jo, një sekund, nuk ka lidhje kjo. Po me çka ka lidhje? Zoti Rakipi, kompania në fjalë ka pretenduar që ka dyshime të forta për paracaktim të tenderit, sepse nuk më kanë dhënë mundësinë, thotë sipas ligjit që unë të paraqes dokumentat. Tani ka apo jo të drejt, le ta zgjidhë prokuroria. Ama, po patjetër. Madje tenderi i parë, sepse ka dy faza, ne duhet ta sqarojmë, para kualifikuese dhe kualifikuese. Në korrik të 2024 u hap tenderi dhe u anullua dhe arsyeja ishte, meqense garancinë kishte paguar vetëm kjo kompania holandeze Van Oordi, nuk mund të lënë vetëm një konkurrent në garë që të bëhet. Po, dhe në fakt ju tentuan ta bënin, po prapë në vimësinë e tenderit që u rihap tenderi. Lanë vetëm një kompani në garë që të jepte ofertën financiare dhe tenderi është anulluar sepse vetë kompania Arkirodon nuk ka dhënë ofertën financiare. Kjo ndodh në Vazhdën kur ambasadat janë të shqetësuara se bëhet fjalë për port. Edhe një nga portet një nga infrastrukturat më të rëndësishme që ka Shqipëria është porti. Tani kush është problemi tjetër në këtë mes, zoti Rakipi? Porti ekzistues do duhet të transferohet gradualisht, do duhet të fillonte ndërtimi i Porto Romanos dhe të zhvendose në mënyrë graduale me qëllim që të vijonte projekti i kompanisë Alabarit, apo jo? Sepse aty janë hapur gropa, të paktën 10 gropa në monitorimin e fundit që unë kam bërë që është duke u ndërtuar. Tani ka dy momente. Ose Shqipëria do të mbetet pa port fare, siç ka pretenduar në një intervistë televizive ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj, sepse normalisht nëse Alabari do t'i kërkojë t'i lirojë gjithë portin, patjetër që ku do shkojë të operohet, ose më pas do të kemi një problematik tjetër, do të ngeci projekti. Pra nuk është kaq e thjeshtë gjithë kjo historia. Ne kemi ca para të humbura të kompanisë projektuese, kemi gjithë kthimin e procedurës në pikën zero, kemi një hetim të prokurorisë që ka nisur. Dhe ndërkohë, nuk ka ministri i ri i infrastrukturës tha ndër të tjera, ngriti dyshime se ka tentativa për sabotim. Në fakt, nuk ka asnjë tentativë për sabotim,
përveç se është një rast korruptiv i pastër dhe i kanë mbytur korrupsioni dhe po përpiqen tani të gjejnë artifica, sepse tenderin e parë anulluan, siç e tha Ola, me argumentin që ishte vetëm një kompani në garë dhe në fakt donin ta përmbyllin po të mos ishte tërhequr kompania, po me një kompani në garë, sepse Arki Rodoni ishte e vetme në garë. Tani çfarë ndodh në momentin që dolin në sipërfaqe shqetësimi amerikan, të gjitha palët u tërhoqën dhe jemi në pikën zero. Tani Pyetja që ngrihet në këtë histori, kam përshtypjen një nga pyetjet mund të jetë që Arkidoni, kompania greke e cila nga verifikimet që kam bërë edhe në internet, është një kompani serioze, kompania greke, po pse i duhet që të hynte një tender të tillë kaq të madh me një kompani e cila është bie e saj dhe është e vendosur në një offshore si Qipro. Kjo është një pikpyetje shumë e madhe dhe ndoshta duhet ta zgjidhë hetimi, por unë doja të shtoja përveç tenderit për projektimin prej 13 milion eurosh, qeveria ka bërë edhe një kontratë tjetër e cila është sekrete, pasi kështu e parashikon ligji i prokurimit publik, i ndryshuar, është një kontratë e cila është autorizuar autoriteti portual për të negociuar drejt për drejt dhe për të lidhur marrëveshje konsulente me subjektin, është kompania që ka fituar këtë, Royal Holding. Do më thënë, qeveria ka bërë një kontratë për një kompani private dhe është kontratë sekrete, ku kjo kompani do të merret me kriteret që duhet ketë tenderi. Këtu janë disa kontrata dhe prandaj hetimi i prokurisë së posaçme është i mirë dhe është i përshëndetur në këtë rast, pasi janë disa kontrata të cilat duhen hetuar, kontrata e madhe prej 400 milionësh, tenderi projektimit prej 18 milionë, 18.8 milionë eurosh, është dhe kjo kontrata sekrete që nuk dihet se sa është, që i është dhënë kësaj kompanisë dhe që duhet bënte vetëm kriteret për tenderin. Pra Ylli, çfarë ka ndodhur? Është një kompani private, sepse 3 antarët e Komisionit të vlerësimit të ofertave janë të Royal Haskoning dhe 2 janë të Autoritetit Portual Durrës, të cilët do të caktojnë dhe do të përzgjidhin fituesin, duke hequr përgjegjësinë institucionale. Kjo shtetit. Po, dhe patjetër që është lidhur një kontratë sekrete e cila është me vlerë të hapur dhe po të shohësh atje faturat se sa paguhet në ditë, qoftë edhe zonja që bën pastrimin, janë vlera shumë të larta. Por nuk është bërë asnjëherë publike. Po pra, pse është kontratë sekrete? Kjo kontratë nuk është bërë publike dhe ne nuk e dimë se sa lekë ka marrë. Kam lexuar dhe prandaj po them që ka vlera shumë të flyera. Mirë po, rregullat në fushën e prokurimit publik nuk lejojnë që kompania që bën projektimin të jetë dhe konsulente në proces vlerësimit tenderi. Pra, edhe ka patur një shkelje. Ndërkohë pati një letër drejtuar kryeministit Rama për anullimin e tenderit nga kreu i dhomës amerikane të tregtisë. Ç'kërkonte ky? E lezova unë të lapsi, e lezova, e kishin ekskluzive ata, a i thoshte që ju jeni duke bërë gabim dhe tani ju duhet të bëni një... Duhet të rishikoni projekt. Të rishikoni dhe donin të hynin ata. A i e thoshte, por troq, do të hym netësh. Në fakt... Kompani Amerikan, kompani tjera, se thoshte gjatësia është e vogël, argumenti... gjatësia e portit, krahason të raportin se në koridori 8 e tjera me radhë. Sepse ai numëronte rëndësinë që kishte zhvillimi i portit të Durrësit dhe ngrinte shqetësime për kapacitetet përpunuese që ka projekti i ri i Porto Romanos dhe kërkonte rishikimin e projektit dhe më pas batimin dhe që ta bënin kompanit partnere. Sepse, si që thash, flitet për vepra të mdhaja infrastrukturore strategjike. Çfarë do të ndodhë tani? Mund ta them dhe një gjë zotëria. Po, patjetër. Ka 2 momente që unë mendoj që këtë çështje nuk duhet ta lënë arrest sidomos media. Së pari, kjo është një tentativë ose për të rritur vlerën e tenderit, pra nga 400 milion euro nga buxheti i shtetit mund të ketë një tentativë për të arritur duke justifikuar me krizat në botë, rritjen e çmimeve etj. Me radhë, ose mund të jetë dhe një gjë tjetër, dhe që kjo do të jetë në fakt më e tmerrshmja, për ta bërë PPP, pra për ta ndërtuar portin me partneritet publik-privat dhe dhënien me koncesion. Edhe mendoj që kjo normalisht, dakord, pra, po mund të jetë një tentativë, dhe këtu më pas mund të ketë interesa të fshehura, të cilat kanë qenë të interesuar për ta bërë këtë gjë. Nëse ti projektin dhe studimin e ke fizik. Dakord, pra, po ideja është që unë kam si dyshim, Ola, nuk ma heq asnjë dyshim. Me gjysmën e kapaciteteve që ka sot porti aktuali Durrësit, kush të hyn ty? Ke parë se ka të ardhur atje në portin Durrësit? Mua nuk ma heq askush 8 milion, 10 milion euro në
që të nesërmen nuk ka interesa për ta patur në partneritet publik-privat. Sepse mund të shkojnë në 35 vjetë partneriteti publik-privat dhe miliona që zhvaten apo miliardet që zhvaten aty janë të jashtëzakonshme, janë me vlera shumë të larta. Këto janë dyshimet e mia dhe sepse nuk ka asnjë shpjegim tjetër që 2 vjet nuk u përfundua, është në dhjetor 2024-s. Nuk u përfundua procedura. Dakor, pra, unë kam dyshim këtë gjë. Dhe në Shqipëri ka ndodhur shpesh gjëra të tilla dhe nuk është për tu. Okej, jemi te pyetja e fundit që kam unë për këtë problematikë. Çfarë do ndodh tani? A do të riapet gara? Çfarë ndodh me portin e vjetër, me marinën dhe rezidencat që do të ndërtohesh? Si që dëgjuam, edhe ditën e hënë kryeministri la të kuptohet që projekti do vazhdoj dhe nëse edhe do dështon të kjo garë, sepse gara ka dështuar sepse kompania që kishte mbetur e vetme në garë u tërhoq pra nuk dha ofertën financiare, si tha dhe ministri i infrastrukturës dhe energjisë që tenderi do rihapet edhe një herë, por la të nënkuptuar që kosto tashmë janë shtrenjtuar dhe mbase mund të bën një rishikim të fondit limit dhe të rritin vlerën për kompanitë nga dyshimet. Çka do thotë që do kemi shumë tepër para në lojë. Dhe është vetëm faza e parë e portit, do ketë një fazë tjetër, ndoshta mund të rritet edhe shifra mos. Aty që po ndodh te Marina Durrës Jakt Marina, që ka 3 vjet që njerëzit kanë dhënë paratë për të blerë apartamente dhe nuk i dihet se kur do të përfundojë. Kjo e Lebarit. Po, janë vetëm 3-4 pallate të përfunduara nga mbi 30-40 pallate që duhet ishin. Disa gropa të tjera të hapura, po ndërkohë projekti ka ngecur. Po nuk u bë Porto Romano, që 2 vjet na mori vetëm tenderi, imagjino pastaj lidhja e kontratës, zbatimi, nuk mundet dot që porti tregtar i Durrësit të mbyllet. Ose mund të bëjnë këtë pasaj që të na lënë fare pa port tregtar dhe të dalë skenari më i keq i mundshëm. Por nga do që ta kthesh është një çështje shumë shqetësuese. Nëse mund të shtoj diçka te kjo pjesa e marinës. Në dijenin time një pjesë, po them me punojësve që merreshin me real estate ose agjentët real estate pranë Durrës Jakt Marina janë pushuar nga puna për shkak se nuk kanë çfarë të shesin më aty, pasi pjesa më e madhe e këtyre 5 ose 6 pallateve që do ndërtohen janë të shitura dhe kompania ka bërë një kërkesë pranë qeverisë që të vazhdojnë me fazën tjetër të projektit, por deri në këtë moment që flasim, nuk është se ka marrë një përgjigje pikërisht për shkak të kësaj që po ndodh, për shkak të pezullimit të tenderit, anullimit të tenderit në Porto Romano dhe për këtë arsye është bërë edhe në një farë mënyrë edhe stopimi asaj që po ndërtohet tek Marina e Durrësit, sepse kompania ka kërkuar të kalojë në fazën tjetër, por në këtë moment është e stopuar. Ndërkaq kalojmë në një moment tjetër për ngjarjet aktuale. SPAK, nga që jemi marrë vazhdimisht me politike, nuk kemi qenë te këto ngjarje, SPAK ka goditur grupin e madh kriminal të Vlorës. Grupin e Inesa Ajrullës. Kush janë Ajrulla dhe bashkëpunëtorët, çfarë akuza shëndojnë mbi ta? Tani Ines Ajrulla... Nis dhe vazhdon në Bregu që s'ka hyrë. Vazhdo? Jo, nis ti dhe vazhdo. Atëherë, Ines Ajrulla është personi i cili mori drejtimin e grupit më të rrezikshëm kriminal në Vlorë pas vrasjes së Edison Arizajt në vitin 2018 në Durrës. Edison Arizaj është njohur me novkën si Edison Faqedjeguri dhe dyshohej në atë kohë sipas të gjitha institucioneve ligjzbatues se kishte urdhëruar një seri vrasjesh dhe po ashtu kishte zhdukur disa persona në qytetin e Vlorës për shkak të përpjekjes për të marrë kontrollin mbi territor dhe po ashtu në përplasjen në trafikun e drogës apo aktivitete tjera të paligjshme. Ines Ajrulla në kohën që grupi drejtohej nga Edison Ariza ishte një personazh jo me peshë në botën e krimit, ju kishte mbijetuar në fakt 3 atentateve, në njërin prej të cilëve me eksploziv dhe pati problematika të rënda shëndetësore dhe në momentin që mori drejtimin e grupit filloi përplasje me disa grupime, por përplasjen më të fortë e ka patur me grupimin e Fatmir Hysenit ose i njohur ndryshe si Doqa, i cili dyshohet dhe është në kërkim ndërkombëtar si vrasës me pagesë dhe po ashtu që ka operuar me disa grupime kriminale. Akuza zyrtare që rëndon mbi supet e tij është ajo e vrasjes së Santiago Malkos, ish punonjës policie dhe që konsideroj si krahu i djathtë i Ervis Martinajt dhe referuar dosjes hetimore të SPAK, edhe pse shumë pak detaje kanë dalë janë zbuluar, Ines Ajrulla qëllimin kryesor e kishte për të ekzekutuar Fatmir Hysenin ose Doqën dhe Armando Sulejmanin ose i njohur me novkën Qipuri. Duke qenë se nuk arrinte dot të kapte këto 2 personazhe të cilët njëri prej cilëve tash ishte në kërkim ndërkombëtar dhe shumë i vështirë për t'u arritur si objektiv, atëherë ai vendos sipas komunikimeve që janë zbuluar
në aplikacionin Sky të Ervis Mato Dashajt të ekzekutonte kushëririn e tij Gentian Qari, të cilin e ekzekutuan në mes të Vlorës në vitin 2021. Më pas, ata vendosin në shënjestër Bledar Birqajn, i cili ishte pronari i një lokali të njohur në qytetin e Vlorës. Sipas hetimeve të SPAK rezulton që grupi kriminal i Ines Hajrullës kishte shkuar deri aty sa të hynte në ambientet e brendshme të lokalit, të vendoste kamerat të sigurisë dhe të kontrollonte të gjitha lëvizjet që bënte Bledar Birqaj. Dhe në momentin që për këtë ngjarje ato Ines Hajrulla dhe Mato Doshaj kanë vetëm akuzën e krimit të kushteve, sepse më pas është zbërthyer Sky, por fakti është që më pas Bledar Birqaj, pra 2 muaj pasi është zbërthyer Sky, është ekzekutuar në 10 maj 2021 në qytetin e Vlorës, dhe janë duke u hetuar edhe një sër ngjarjesh të tjera, të cilat dyshohen se janë urdhëruar nga ky grupim kriminal. Unë do ndaj dhe 2 momente dhe do t'ja lë bregut. Një, në këtë grupim rezulton i përfshirë vetëm në akuzën e trafikut të drogës Flodian Plaku, ose i njohur ndryshe si Pole Qori, i cili është arrestuar si ekzekutor dhe organizator në vrasjen e Gentian Betjajt në zonën në Larush të Fushkrujës, dhe po ashtu është një personazh thuaj se inexistent pamjet parë në Shqipëri, është Mendu Duka, që rezulton pronari disa kompanive dhe ai dyshohet për trafik droge. Si në gjitha grupet e tjera, edhe në grupin e Ines Hajrullës rezultojnë të jenë të implikuar zyrtarë të policisë. Njëri nga zyrtarët, Rezart Kuqi, është arrestuar në detyrë dhe dyshohet që informonte grupin jo për akuzat e vrasjeve, pra nuk e lidhi me vrasjen, por kishte të bënte me disa informacione që kishte dhënë Ines Hajrullës për personat të cilët i kishin borxh këtij personazhi, dhe ndërkohë ai rezulton, pra sipas dyshimeve të SPAK, që Rezart Kuqi të kishte investuar për blerjen e një gomone dhe kishte udhëtuar në drejtim të Spanjës dhe Marokut për çështjet e trafikimit të kokainës. Detaj i fundit dhe që ishte shumë interesant është që në momentin kur Renea ka hyrë në përpjekje për të arrestuar Ines Hajrullën, që në fakt ai ka kohë që nuk gjendet në Shqipëri, në informacionet që unë kam patur ndodhe në shtetin grek pasi mbjetoi atentatit fundit dhe pas përplasjeve që pati me grupin Sinomati. Në momentin që kanë hyrë dhe janë kontrolluar vetëm katet e 8 të pallateve Oslo, për faktin se në Sky ata komunikonin dhe pretendonin që qëndronin të gjithë në katet e 8. Dhe çfarë ndodhte zoti Rakipi? Përveç se kishin banesat që fillimisht kishin zgara të qelikut, kaloi disa metra, kishin dyer të blinduara dhe ishin shtëpi të monitoruara, edhe prindrit e Edison Arizajt janë gjetur në një nga ato banesa, të monitoruar me kamera sigurie të rezolucioni shumë të lartë, dhe që të gjitha pallatet kishin komunikim dhe hyrjet që këta qëndronin kishin komunikim me njëri tjetrin. Sigurisht ky hetim është vetëm maja e icebergut, sepse grupi i Ines Hajrullës mendoi më pas nëse do zbërthehet edhe aplikacioni i tij, sepse nuk është zbërthyer ende, mund të hedh dritë mbi një sër zhdukjesh misterioze në qytetin e Vlorës, por edhe një seri vrasjesh të cilat u shënuan në 2020-2021 në këtë qytet. E rëndësishme kryesore në këtë mes është që SPAK për herë të parë hapi dosjen në Vlorë. SPAK gjatë gjithë kësaj kohe ka qenë i përqendruar Elbasan, Durrës, Lezhë. Vlora, edhe pse qyteti me më shumë vrasje në si zonë, me më shumë vrasje në dekadën e fundit, kishte mbetur pa u hetuar ose më saktë pa u goditur në një lloj forme. E nisi me Ines Hajrullajn. Kjo është një bonus i madh, do t'i thosha unë, për t'i sjellë atij qyteti disi një qetësi në një formë duke i larguar nga ky qytet, sepse tashmë ata do të kenë masa sigurie në ndaj tyre. Deri më tani ata nuk e kishin të vështirë për të jetuar në qytetin e Vlorës. Pra ne mund të flasim dhe mund të ka legjenda në rrugë për shumë vrasje të kryer nga ky grup. Problemi ishte që deri më tani ata nuk kishin asnjë mas sigurie ndaj tyre. Dhe jetonin të lirë, pavarësisht se njerëzit që i kërkonin ishin ata që kanë hasmëri të thella me ta. Ines Hajrulla, mbase, duhet të jetë njeriu që ruhet më shumë në Shqipëri, me një shpenzim të jashtëzakonshëm për ruajtjen e tij fizike, makina të blinduara që gjithmonë janë në autokolon. Ajo që më ka bërë përshtypje është që dikush vetëm me një pistolet me silenciator në momentin e fundit pretendonte të kryente në ujin e ftohtë një vrasje të tij, e cila mu duk jashtëzakonisht
e tepruar sepse nuk mund ta gjeje dot në këtë pikë. Ajo që është tjetër, në banesat e tij, tek ajo bloku Oslo që quhet atje, policia nuk ishte hyrë kurrë. Kjo është herë e parë me kërkesën e SPAK. Po sa vite kishte kjo si aktivitetet gjithë? Po Që nga 2018 pra, që kur 2018 ai kishte marrë një forcë të jashtëzakonshme. Po nuk në mos gabojmë ishte 32 vjeçar, më lër ta konfirmoj. 85-ës ose 86. Po duhet ta rikonfirmoj edhe një herë tek 85. Në 35, ëh? Më i ri. Me një aktivitet jashtëzakonshëm, por kryesisht duhet kuptojmë Vlora aktivitetin e saj kryesor e ka trafikun e drogës. Pra, të gjitha përplasjet aty që kanë shkuar dhe deri këtu. Është 34 vjeçar, ende nuk i kanë mbushur. Pra, shumë i ri është i datëlindjes 92 dhe djali një biznesmeni, Robert Hajrulla, që ka ndërtuar edhe pallatet. Dhe ka ndërtuar dhe pallatet, ashtu është njohur. Gjithmonë ka filluar në momentin në 2015 kur është bërë atentati i parë ku humbi, ku ka pati dhe probleme të njërës prej gjymtyrve, aty filloi dhe të ruaj në pjesën e vetë, deri në atë moment nuk ka qenë i njohur. Paka shumë detajet u tha nga Klodi dhe Sokoli, por ajo që shoh si problem në gjithë këtë historinë e goditjeve të grupeve kriminale dhe kryesisht tashmë duke qenë që jemi në Vlorë, është që po flasim për ngjarje të vitit 2020 dhe 2021 dhe kam përshtypjen që të gjithë grupet kriminale tashmë e dinë se çfarë kanë bërë në Skaj dhe ne flasim këtu që pse nuk arrestohen drejtuesit e tyre, por drejtuesit e tyre tashmë kanë marrë masa sepse e dinë se çfarë kanë porositur dhe çfarë kanë folur në Skaj ECC. Në këtë rast dyshohet që Inez Hajrulla ndodhet jashtë vendit prej disa kohësh në fakt dhe kam përshtypjen që të tillë lajme do të kemi për herë sa i takon hetimit, sa i takon Skaj ECC, pasi drejtuesit e këtyre grupeve kriminale, pjesa më e madhe e tyre tashmë nuk ndodhen në Shqipëri. Ka vetëm një gjë, nëse ai ndodhet në një nga vendet, është futur me pasaportën e tij. Nëse ndodhet jashtë, arrestimi do të kryhet. Sidomos po të jetë në Dubai, arrestimi do kryhet sa për formë. Besoj që nuk është në Dubai. Kështu që Unë mendoj që gjitha informacionet e fundit kanë sa për formë arrestimi në Dubai, pavarësisht se ne kemi filluar të kemi marrëdhënie shumë të ngushta me Emiratet e Bashkuara Arabe tani dhe ajo është çara e miti që në Dubai nuk ekstradohesh. Unë mendoj që tani në shpallje në kërkim ndërkombëtar do ta ketë të vështirë. Nuk është shumë e vështirë për t'u kapur në raste të tilla me ato paraqitje që duhet i ketë bërë, kalon tek direkt te telefoni kuq për numrin e lartë të krimeve për të cilat akuzohet. Kështu që mendoj që është çështje kohe arrestimit i tij. Çështje kohe arrestimit të tij, unë do të kam dhe një pyetje tjetër për ju ndërkohë koleg. Kush do të jetë pas rënies së prodës dhe ndryshimeve të menjëhershme në policinë e shtetit, kush do të jetë drejtori i ri i policisë? Është hapur gara për zgjedhjen e drejtorit të përgjithshëm të policisë shtetit pas shkarkimit të Ilir Prodës. Zonja Lala, kush janë emrat në garë? Dini gjë apo jo? Po janë bërë publik. Janë bërë publik. Sot janë bërë publik, janë 16 emra, për herë të parë kemi edhe 2 gra në 16 apo garë. është i zgjedhur? Është i zgjedhur apo janë 16 që dojnë vërtet? Tani, ju e dini që drejtorin e përgjithshëm policisë së shtetit e zgjedh Edi Rama. Duke qenë se ishi dhe në iftarin e kryeministit, mund ta kishit pyetur edhe do na jepni ju përgjigje në rastin konkret, megjithatë. Po ti edhe këtë merr vesh kush mbledhen për iftar. Po e vajta mos e do ta ftojnë në emision. Patjetër, absolutisht. Nuk kam asgjë kundër. Nuk kam asgjë kundër dhe duhet të vit ja për shqiptime dhe të bëj transparencë, absolutisht. Dhe duhet, sidomos tani që kanë ngjarje për të diskutuar. Ti vesh kaq shpejt ti këtë. Po se në një transmetim, në një kronik të pash në një nga pamjet. Kjo ishte, do të më që e mora vesh. Nuk është se... Jo më mirë. Shtu që rastësisht pash edhe disa nga kolegët. Po nuk të regona i tani që... Ne ke ardhë të thua që kanë ambasadat me portin të... Jo, ambasadat kanë 35 vjetë që merren me... Ska pas mundësi me fërkëqja. Për te shakaz, zote Rakipi, ju e dini që unë kam qenë një zëj fort kundër Ilir Prodës. Asgjë personale me të, përveç fakti që... S'ka akuzunja? Jo, asgjë personale me të, përveç fakti që policia shtetit u shndrua për fat keq një band kriminale.
Vjen keq që e them dhe e kam thënë në mënyrë të përsëritur, Po jemi te kjo. koha do më vërtetoj. Okej, jemi okej. Tani, ai është larguar dhe në momentin që dikush bie, nuk besoj se është më arsyeshme të vazhdoj të flas për ato çfarë ka bërë Ilir Proda. I kam thënë gjitha, kështu që nuk besoj, s'dua ta përsëris më Ato që na veten. kanë nxjerrë Sky në atë periudhë s'ka qenë drejtori Proda, kështu që Po nuk e thash në atë kontekst. Hajde, jo, po mos vetemi këtu se... Atëherë, në garë janë besoj 14, sepse 2 gratë nuk përmbushin kriteret për faktin në këndvështrimin tim, sepse nuk janë brenda radhëve të policisë. Pse nuk i kanë... Po kanë të drejtën të konkurrojnë. Po kanë thënë vetë gratë, se këtu mund të vej kushdoje. Po, Ne mund të shkonim aty. Unë jo, po ju. Por do skualifikoheshe për shkak se ligji thot duhet t'jesh brenda radhëve të policisë, pra duhet t'jesh aktiv në radhët e policisë. Kështu që kjo është gjëja. Tani në garë ka emra interesant, nuk është se nuk ka emra interesante dhe mendoj që është një garë që nëse do t'jetë një proces i drejtë dhe transparent dhe nëse kryeministri do t'ketë vullnetin për të patur një drejtor që e mbledh policinë e shtetit, unë mendoj që aty brenda ka zyrtar policie që e bëjnë policinë e shtetit. Kështu që emrat janë publik, fillojnë që nga Neritan Albati, që nga Tonin Vocaj, që nga Lorenz Panganika, Skënder Hitaj, Alfred Qepe Aranit Arapi, Afrim Tafa, Elidon Qela, Gentian Berberi, Gentian Shehaj, është Plum Seferi. Oj, tani ne të kemi thirrur nga thuash kush fiton, jo në më recitosh gjitha emra. ta dinte ajo do ishte në iftar Po me mirë, Tiranë. dy i diti. Ore, iftar nuk tregon ai iftar e di ka për kështu. Tani unë... Afërsisht kë mendon ti për shembull? Po gara mund të ndahet mes 3-4 emrave, ose më saktë do zgjedh ato çfarë unë mendoj që do jenë 5 kryesorët. Do me thënë duke thënë 3-4, Unë do të ngushtoj garën dhe do pastaj- thotë që mund të ketë vërtet garë. Tani, unë mendoj që në këtë grupin e peshes do të shkoj Lorenz Panganika, do të shkoj Tonin Vocaj sipas meje, do të shkoj Neritan Albati, do të shkoj Skënder Hita dhe ndoshta Afrim Tafa e Lidon Qela. Këto mendoj unë do të shkojnë te peshja. Pastaj pjesa tjetër do jenë më të renditur më poshtë në listë. Këto mendoj unë, ndoshta e kam gabim, shohim se si do vijoj. Po, gjithë ideja është që ne duhet jemi shumë vigjilent për të parë që të ketë transparencë në këtë garë. Sepse policia shtetit duhet të kthehet, policisë shtetit duhet i kthehet dinjiteti. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Rregull thotë që do të ketë garë, po? Jo, këtë radhë nuk është si për radhën e kaluar për para një viti ku nuk ishte garë. Ishte përcaktuar Proda dhe të tjerët ishin thjesht vetëm emra në listë. Dhe këtë dinin të gjithë arsyet pastaj janë... Kur do zgjedhë si datë tani? Ka një gjë e cila është shumë pozitive. Kushdo të jetë prej atyre, do jetë më mirë, 10 herë më mirë se ky që iku. Se ky që iku, thotë? Kjo është edhe më i dopti asaj liste. Po, jam i sigurt për shumë arsye. Do jetë 10 herë më mirë se ky që iku. E para ka garë, e dyta mendoj që kryeministri këtë radhë prandaj ka garë, është duke u menduar gjatë, asnjë drejtor nuk ka lënë për një kohë gjatë. Menduar gjatë për garën. Jo për garën, për emrat. Nuk është se është i prerë për një nga emrat, edhe mendoj që do mendohet gjatë për ta lënë, për të zgjedhur një kandidaturë të cilin do ta lërë për shumë kohë në detyrë. Unë mendoj që këtë radhë do të kemi një drejtor policie më shumë konsensual, po teknik, do them. Edhe mendoj që nuk do të jetë një drejtor policie politik të radhë për mendimin tim. Edhe duke patur parasysh emrat që janë në listë, disa prej tyre e plotësojnë këtë kriter. Mendoj do të zgjidhja mes Tonin Vocajt, Lorenz Panganikës, Elidon Qelës. Një nga këta 3 thuati. Mes këtyre 3 emrave mendoj duke patur parasysh edhe lëvizjen që... Tanë shko dhe 2 tjerë bëj peshen dhe shkom aty me emrat, sa kuptova do më mendoj që ata tjerët janë më shumë politik. Kështu që unë mes këtyre, mendoj që për shkak edhe të zëvendësimit të ministrit të brendshëm, mendoj që do të kemi një ministër të brendshëm më protagonist këtë herë. Mendoj që drejtori i policisë do të jetë më i dobët në krahasim me ministrin e brendshëm, se deri tani kemi pasur një drejtor policie. Mund të jetë më profesional. Do të kemi pasur një drejtor që vepronte në atë mënyrë që vepronte. Do të thotë që deri tani kemi pasur një drejtor policie shumë më të fortë se ministri. Që një recepcioniste e bëri drejtuese të parë, po thash nuk dua ti hyj me atë diskutimi se është drejtor politik, pra po them, është më i fortë se ministri, këtë po të them. Ka qenë më i fortë se ministri, Ilir Proda ka qenë më i fortë se ministri i brendshëm. Po, dhe u shkarkua për disa Molotov, që në fakt ishte thjesht pretekst për gjithsesi. Unë them që nuk është shkarkuar për Molotovët, gjithsesi. Absolutisht që jo,
Atë e kupton edhe Bufi, Po, pra, kaq. që Ilir Proda nuk iku për Hajde, Molotovët. po sigur tham që lam. E lam pra tani, Okej, nuk... Iku, E mbyll. tani iku, tani çfarë ti bën? I kam thënë të gjitha, se mos i kisha thënë, do i kisha thënë dhe fjalin e fundit këtu. Po i kam... Që nuk ti nuk mund të rish do të pa thënë, nuk mund të mbash asnjë gjë brenda ti për këtë shquhesh. Dhe mi bën me. Je vonë yli për pjesën e tretë. I thua të gjithë, thotë të gjitha. Je vonë për pjesën e tretë. Unë ju falenderoj shumë që ndihmuat mua për mbrëmjen e sotme, ishte të nderuar të çiku si një intermezzo me kolegët të cilët e freskuan si thua në studion, edhe me ngjarje si sollën, por dhe sigurisht freskua edhe pak çuditërisht. Pra, faleminderit. Lufta avion, megjithëse Donald Trump i del që vazhdimisht. Naftë nuk e bëre, hoqën. Mbaroj thot, po do ta bëjmë të enë. Se po bëm dhe naftën, i bëm naftën e emision, na ikin këta që erdhën. I bëjmë naftën fare. Shalla ule deri Dhe ta bëjmë pra, po nafta është një problem shumë, se nafta është tani. Nafta është dhe çmimet në Shqipëri që abuzohet, po çmimet e tjera do ta kemi ditën e enë. E mbyllur kjo punë, lufta për ngushitjen e Hormuzit tani në këto momente ç'po ndodh, megjithëse Trumpi thotë orë pas ore thotë mbaroj. Kjo luftë mbaroj tani thotë e gjitha dhe por nuk ka mbaruar. Fare shkurt publicitet dhe rikthemi me të ftuarit e tjerë, Aldo Bumçi, Egon Loli, Ermir Gjinishi, Prezogaj rikthehet. Faleminderit, ë.